Pogradeci ishte këtë fundjavë qendra e sportit të bilardos, ku zhvillua kampionati lokal i bilardos me pjesëmarrjen e sportistëve dhe pensionantëve të këtij sporti nga qyteti. Aktiviteti u organizua në kujdesin e drejtorit të shumë sporteve në Bashkinë Pogradec Klevis Cane me mbështetjen e Bashkisë Pogradec. Kampionati solli rivalitet të fortë dhe ndeshje me nivel të lartë sportiv, duke dëshmuar rritjen e interesit për bilardo në qytet. Një falënderim i veçantë shkon për kryetarin e Bashkisë Pogradec, zotin Ilir Xhakolli, për mbështetjen e dhënë, si dhe për zotin Alfons Çuli, pronarin e lokalit Monopol, ku zhvillua kampionati. Pas disa ditë garash, në fazën finale u kualifikuan 16 lojtarët më të mirë. Gjysmë finale dhuruan emocione të shumta, ku Klevis Cane mposhti Aleksandër Gorën me rezultatin 3-2, ndërsa Valsi Binishi fitoi ndaj Bledi Lekës, po me rezultatin 3-2. Finale rezultoi një përballje mjaft e luftuar mes Valsi Binishi dhe Klevis Canes. Pas një ndeshje të fortë dhe të balancuar, Valsi Binishi triumfoi me rezultatin 3-2, duke u shpallur kampioni i kampionatit lokal të bilardos në Pogradec. Unë duhet përqendrohem këtu në Pogradec, se si thash ne kemi pas shumë talente. Por federata jonë është me shumë emër. Pse? E para jemi të parët në botë, të parët në Europë, sigurisht dhe në Ballkan. Me 4 herë kampion bote Klen Kacin, në kampion në Europë kemi disa qume, janë shumë emra, kampion Ballkani si qëta gjithashtu, por synojmë edhe këtu ka shumë talente, ka shumë djemtri këtu në Pogradec. Edhe besoj që ditë në hanë, në shfesta ndërkombëtare e fëmijëve, besoj që do vinë me 3-4 bilardist nga qyteti Pogradecit në Tiranë, për atë eveniment ka të rëndësishëm. Binishi, mësuesi i edukimit fizik dhe sportist, me përvojë u dallua për lojën e tij të qëndrueshme dhe nivelin e lartë teknik gjatë gjithë kampionatit. Gjatë aktivitetit spikati gjithashtu talenti 15 vjeçar Endis Dervishi, ndërsa një paraqitje dinjitose bëri dhe Aleksandër Gora, një nga lojtarët më me përvojë të qytetit, i cili u eliminua në gjysmë finale pas një seti vendimtar. Kampionati u organizua nga Federata Shqiptare e Bilardos e përfaqësuar nga presidenti Edmond Loku dhe drejtori teknik Roland Pronozaqi, mbajtësi titull mjeshtër i madh, vlerësimi akorduar nga presidenti i Republikës. Ndërkohë, në fund të muajit korrik, Pogradeci do të prezë Kupën e Shqipërisë tek e art, një aktivitet i rëndësishëm në kalendarin kombëtar të bilardos.